Do doja që patjetër disa minutat para t'ia kushtojmë në fakt edhe zhvillimit të fundit të ditëve të fundit dhe më të rëndësishmit që ka ndodhur në Shqipëri, një zhvillim mjaft i rënd që është vrasja e gjyqtarit, një prej gjyqtarëve të gjykatës apelit këtu në Tiranë. Ka patur shumë reagime, patjetër unë do kërkoj komentin tënd, por do doja që të thoja reagimet të cilat kanë ardhur ndaj kësaj ngjarje të rënd janë fokusuar më shumë tek çështjet e sigurisë, pra sigurisë në gjykata, kush e ka përgjegjësinë për këtë ngjarje të rënd, për parandalimin e kësaj ngjarje të rënd, policia, rojet private, dhe shumë pak në fakt janë fokusuar tek drejtësia, tek raporti që do duhet ishte midis qytetarëve dhe shtetit sa i takon drejtësisë. Po ta lë ty që të më komentosh këtë situatë. Kjo është pa diskutim një ngjarje shumë e rëndë. Unë nuk mbaj mend këtë ndodhur ndonjëherë që të vrarë gjykatës ose prokuror në zyrën e vet apo në sallën e gjyqit. Pra është një dështim i jashtëzakonshëm i nivelit të sigurisë edhe i efektivitetit të shtetit. Nuk ka diskutim për këtë gjë. Po nga ana tjetër, ajo çfarë unë kam bërë re, sidomos në komentet në rrjetet sociale, që sigurisht e tejkalojnë rastin. Ata që komentojnë nuk është se i njohin palët, nuk është se i njohin as gjykatësin, as ata që janë konflikt. Po ajo që vëre nga komentet aty është një patnaqësi e thellë me instruksionet e shtetit në përgjithësi, me instruksionet e drejtësisë, me vonesat edhe padrejtësitë që bëhen në proceset, sidomos procesi që kanë bëjë me pronën, që është lidhur drejt për drejt me nivelin e jetesës së qytetarëve, pra zvarritjet, korrupsioni, padrejtësia, disa dokumente që i njëjti shtet prodhon dhe i vendos qytetarët në konflikt me njëri tjetrin. Pra është një dështimi më të thellë se sa thjesht dështimi i nivelit të sigurisë. Është dështim i mënyrës si është organizuar shteti dhe drejtësia shqiptare në drejtsinë e vet. Në fakt, ky diskutim ka munguar nga palët kryesore politike në vend. Unë e përmenda edhe pak më parë. Ajo se çfarë flitet është kush e ka fajin dhe përgjegjësinë që ajo ngjarje nuk u parandalua dhe ky është diskutim me shumë vend, sepse sigurisht eventualitetet të tilla nuk duhet që të përsëriten më në atë mënyrë. Po më bën përshtypje që as opozita nuk flet pikërisht për këtë si problem të sistemit të drejtësisë, por e mban aty tek polici, tek siguria e gjyqtarëve, thjesht siguria fizike e gjyqtarëve. Nuk e di, mua kjo gjë më ka bërë përshtypje, nuk e di nëse të ka bërë përshtypje edhe ty. Po patjetër më bë. Shiko, një parasysh si ngjarja vetë shumë e rëndë. Është lemerishme që një njeri duke ushtruar detyrën e vet, gjyqtari i shteti vritet gjatë seancës gjyqësore, dhe kjo është vërtet, do të përveç se një dhimbje jashtëzakonshme për familjen e gjyqtarit në fjalë, patjetër që është edhe tronditse për shoqërinë. Po, unë duke nisë nga ky fakt, dhe duke lexuar komentet e njerëzve në rrjetet sociale, kupton që problemi është shumë më i thellë se kaq. Do të thënë, pavarësisht po e themi, unë nuk dua të hyj në lëmin e asaj çështje se nuk e njoh. Mund të them asgjë. As se cila nga palët në konflikt, ku i ka dokumentat e pronësisë në rregull, por ama ajo që vrej unë edhe nga diskutime me qytetarët, ka shumë njerëz që ankohen për çështjen e pronës, për moskthimin e pronës, për vonesat, për vjedhje, për probleme me dokumentacionit, për dokumenta që i përplasin palët me njëra tjetrën, për sekserllëqe, është një fenomen i jashtëzakonisht shqetësues që mua më duket që sa vjen e bëhet edhe më problem. Dhe unë tani në fakt dua ta lidh edhe me përgjithësi me sistemin ekonomik në Shqipëri. Pra që Shqipëria ka çështje thella të pazgjidhura lidhe me pronën, kjo s'ka diskutim. Po nga ana tjetër mos harroni, ne jemi një ekonomi e pravambetur, një ekonomi që prodhojnë pak, një ekonomi që kërkon pak fuqi punëtore të kualifikuar, njerëz shkolluar. Për pasojë, për këtu njerëz, një tipu pronësie është gjë më e rëndësishme në botë. Do kuptoj, pra një copë truall
është dallimi midis varfërisë thellë dhe jetës normale. Sikur ne të kishim një ekonomi më vitale, do ishte ndoshta shkolla më rëndësishme se, ç'të them unë, dokumenti i pronës së gjyshit. Fakti që në Shqipëri shkolla nuk funksionon, tregu i punës është shumë problematik, struktura ekonomike as bëhet fjalë, i vetmi sektori që zhvillohet është ndërtimi, atëherë nis një luftë të gjithëve kundër të gjithëve për atë truall që aq lëmsh janë punët sa që as kuptohet se i kujtosh nga rikpamja juridike. Ti mund të gjesh dy njerëz që besojnë fort me pasion se i njëjti territor, i njëjti truall është pronë e tyre. Më kupton, dhe ky është një fenomen që shkon përtej një rasti konkret apo aty konflikti, është një problem bashkëshoror që sigurisht do të mëkëmbim shtetin, do të reformojmë siç duhet drejtësinë, duhet të ndrohemi shtetës drejtës, por njëkohësisht duhet t'u japin qytetarëve mundësi përparimi ekonomik që lidhen jo vetëm me pronën, sigurisht me pronën, se prona është e pashmangshme, edhe është një akses shumë i rëndësishëm ekonomik, por lidhen edhe me kualifikimin, me përgatitjen, me arsimin, me mundësi për t'investuar, me kredimarrjen. Do dhe ne kemi mbledhur të trualli, ky është problemi. Bota shkon te inteligjenca artificiale, ne jemi akoma te derdhja e gjaku për trualli. Do të që kjo është shqetësues se tash ne kemi një strukturë të ekonomisë shqiptare. Në fakt, unë marr shkas nga kjo ngjarje, do të pyesja nëse ka ndonjë shans që situata të përmirësohet, nëse po them strukturat vendimarrëse do të nxjerrin mësimet e duhura që situata të tilla të mos përsëriten, po në fakt nga shpjegimi yt e kuptova që ky është një problem i madh strukturor që besoj edhe mund ta paragjykoj përgjigjen tënde që të paktën nuk do të rregullohet së afërmi. Nga pikpamja e sigurisë imediate, situata besoj ndryshon shumë shpejt mëse. Mjafton që kemi thënë, po them edhe një herë, është e tmerrshme që një gjyqtar në zyrën e tij ose në sallën e gjyqit të vritet. Domethënë, gjyqtarët, prokurorët, njerëzit që kanë përgjegjësi për dhënë drejtësinë, kanë nevojë për kushte optimale sigurie. Pa pikë në diskutimit. Dhe kjo është e arritshme ose nuk do shpikim rrotët. Janë gjëra lehtësisht arritshme. Mjafton që ky shtet t'i marrë minimalisht seriozisht detyrat e veta. Mirë, po unë them, problemi i pronësisë, i raporteve të qytetarëve me gjyqësorin, i pakënaqësive të thella, i tensionit të madh shoqëror, kjo kërkon ndryshime shumë të thella se thjesht siguria në gjykat. Siguria në gjykat duhet ta kishim arritur prej kohësh, sigurinë prokurori, sigurinë në vendet e tjera, në zyrat e shtetit, pa diskutim. Mirë, po thash, problemi këtu është më i thellë. Dhe unë uroj shumë që të reflektojmë. Do të bëhet shkas kjo tragjedi, që të reflektojmë. Qartë, mirë, ndrojmë temën tash, vin tek zgjedhjet e parakohshme të pjesshme vendore në 6 qarqe, në 6 bashkindjes, në 6 bashki, ku në bashkinë e Tiranës nga Lëvizja Bashk do të jesh pikërisht ti që do të kandidosh për kryetar të bashkisë. Lëvizja Bashk ka hyrë vetme në këto zgjedhje, njësoj si në zgjedhjet e 11 majit që i kishim tani. Pse kjo strategji? A nuk u mendua një strategji, po them, edhe për të maksimizuar votat? Kjo duket pyetje klishe, unë e kuptoj këtë gjë. Është pyetje klishe që të bashkohesh, që të maksimizosh votat. Por ndoshta Lëvizja Bashk është në një stad politik që vërtet tani mund të fillojë dhe të mendojë për të maksimizuar votat. Ju siguroj që sikur ne të çmendeshim, ne në Këshillin Koordinues Lëvizjes Bashk të çmendeshim, edhe të hynin në këto koalicione laramane me partitë korruptuara, siguroj që asnjë prej atyre që na kanë votuar deri më sot nuk do të na rivotonte. Kështu që edhe nga pikpamja e jo shtohen votat e kështu, s'kishte për të ndodhur. Praktikisht s'kishte për të ndodhur. Ne do merrnim turpin me vete, edhe do shkonim për dhjam qeni. Nuk hym fare, se mos harro diçka. Unë nuk jam pronar votash. Lëvizja Bashk, kuptimi strukturat drejtuese të Lëvizjes Bashk nuk janë feudal që kanë nga mbrapa vasalet e tyre apo bujkroprit e tyre.
Ne jemi njerëz që shprehin vullnetin e votuesve, antarëve, mbështetësve tanë. Dhe ata na kanë votuar dhe do vazhdojnë na votojnë për shkak të këtij qëndrimi që kemi. Që jemi një parti edhe antiqeveritare, edhe antisistemit korruptuar politik ku përfshihet edhe Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, edhe kundër oligarkisë ekonomike. Pra ne nuk mund të bëjmë kurrë kompromis në kurrizë të parimeve tona dhe të ADN-s tonë politike. Kjo është e padiskutueshme. Prandaj as shtrohet si diskutim. Dhe ata që thonë, shton qik miell këtu, shton qik ujë pastaj edhe do bëhet byreku i madh, më vjen keq ta them, nuk e kam rastin tuaj, se ju e kuptoj. Ta bëni këtë si pyetje, nuk marrin vesh nga politika. Domethënë, nuk arrin të kuptojnë që politika nuk është mbledhje e thjeshtë. Politika është frymëzim, është besim, është realizimi potenciali. Kështu ne kemi pas para asnjë moment në dyshim që si do hynim zgjedhje. Do hyjmë si lëvizja bashkë këto zgjedhje, do hyjmë si lëvizja bashkë zgjedhjet e tjera, do hyjmë si lëvizja bashkë pas 35 zgjedhjeve. Dakor? Kjo s'ka pikë diskutimit. Dhe pikërisht për ta marrë me seriozitetin maksimal zgjedhjen e Tiranës dhe për t'i respektuar ashtu si meritojnë tërësisht qytetarët e Tiranës, Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë mendoi që ku ka respekt ose seriozitet më të madh gare se sa të vendosësh kryetarin e partisë si kandidat për kryetar bashkie. Sigurisht në Lëvizjen Bashkë ka aktivistë dhe përfaqësues tjerë shumë të mirë që mund të bënin një punë shumë të mirë këto zgjedhje, por edhe në kuadrin e, po themi, seriozitetit maksimal dhe respektin e qytetarëve, po edhe në kuadrin e faktit që ka pak kohë deri në ditën e zgjedhjeve, u gjykua nga Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë që unë isha kandidati më i përshtatshëm për kryetar bashkie të Tiranës nga ana e saj. A mos ndoshta, po e bëj këtë pyetje, a mos ndoshta ishte pak e nxituar kandidatura jote si kryetar partie për zgjedhjet për shkak se ka shumë pak kohë dhe ka njerëz që mendojnë, komentatorë që mendojnë që koha e shkurtër dhe nxitimi janë thjesht në favor të pushtetit, sepse i ka gjërat nën kontroll dhe mund ta kryejë procesin formalisht, duke arritur kështu që të djegë edhe kandidat të opozitës, që mund të jenë shumë të mirë, nëse do të kishte më tepër kohë. Mua më duket që kemi kohë boll, sepse ne nuk e kemi nisur sot punën. Ndryshe nga partitë e tjera që puna nis në momentin që emërohet kandidati, ne për ditë Lëvizjen Bashkë punojmë, organizohemi, interpretojmë, vlerësojmë dhe përpiqemi të japim alternativa ndaj problemeve të vendit edhe të qytetit. Kjo fushatë e imja, një farë kuptimi, ka nisur që në 2023-shin. Unë kam qenë 2023-shin kandidat për kryetar i Bashkisë Tiranës dhe gjatë 2 viti e ca edhe mbas zgjedhjeve kam punuar, kam studiuar problemet e Shqipërisë, problemet e Tiranës, sepse mos harro që një parti serioze do duhet bëj planifikime afatgjata dhe jo thjesht të mbetet pre e aksidenteve apo e vendimeve tjerëve që ne nuk i kemi në kontroll. Pra në këtë kontekst, ne hym në zgjedhjen e nëntorit të mirë përgatitur, edhe nga pikpamja e programit, edhe nga pikpamja e strukturës, e organizimit, e shumë çka e tjetër, kështu që për ne nuk ka asnjë lloj problemi. Të tjerët mbasin që, ku di unë, bëjmë pushime 4 muaj qartë në vit, në vende egzotike, edhe nisi të merret me politik nga fundi shtatorit, ku di unë, mund t'ju duket ndoshta se nuk kanë kohë, po them, për ne nuk ka fare problem, kemi qenë në aktivitet politik të ngjeshur gjithë kohës, kemi ende forcën edhe inercinë e fushatës fundit në mbar Shqipërinë të zgjedhjeve të 11 majit, kemi mbështetjen e qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë, sigurisht edhe jemi të jetë gatshëm për ta vazhduar fushatën tonë. Në qoftë se të shohim një projekcion të rritjes votave të Lëvizjes Bashkë nga zgjedhjet e 2023-shit në zgjedhjet e këtij viti dhe tani në zgjedhjet e nëntorit, në vitin 2023 më duket Lëvizja Bashkë mori 14.000 vota në Tiranë, mos qofsha gabimun. Këtë vit 24.000 vota, pra po kemi një trend rritje me 10.000 vota për çdo zgjedhje. Nuk dua që të bëj projekcione të gabuara, po të paktën ju si Lëvizje Bashkë si e mendoni rritjen e votave në zgjedhjet e nëntorit, ose si e mendoni shtrirjen edhe në kategori edhe në shtresat të tjera sociale këtu në Tiranë tashmë në zgjedhjet e nëntorit?
unë jam më optimist se kurrë se ne do të marrim një rezultat jashtëzakonisht lartë. Nuk po shtyje më tej, le ta vendosin qytetarët e Tiranës deri ku do shkojë lartësia e këtij rezultati. Mirë, unë kam bindjen që ne do të marrim një rezultat shumë të mirë. Dhe pse e them këtë? E para nga reagimet e qytetarëve prej shumë kohësh, prej muajsh. Me rritjen e reputacionit, rritjen e fortë reputacionit të Lëvizjes Bashk në shoqërinë shqiptare. Me nevojën, sidomos qytetarëve të Tiranës, me që janë zgjedhur në Tiranë, për një ndryshim të vërtet dhe jo thjesht për ndryshime kozmetike apo për vazhdimsinë e këtij pushteti. Me faktin se partitë e tjera që hynë me kandidat në këtë garë, kanë përshtypjen se nuk i kanë marrë me seriozitetin e duhur qytetarët e Tiranës dhe kanë probleme të thella dhe të brendshme. Që në PD i dim prej vitesh, por kanë përshtypjen kanë filluar edhe në PS të dalin në sipërfaqe në muajt e fundit. Kështu që për të gjitha këto arsye, unë mendoj se ne do të kemi një rezultat shumë më të mirë se rezultatet e tjera. Ne jemi gati, nëse qytetarët e Tiranës më votojnë me shumicë për kryetar bashkie, unë dhe gjithkush tjetër në Lëvizjen Bashk ne jemi gati për ta qeverisur Tiranën. Pra, ne nuk shkojmë zgjedhjet pa përgatitur, që po na votuan qytetarët themi jo, hym thjesht për sport. Jo, ne kemi hyrë që në rast se qytetarët ne japin votën, ne kemi përkushtimin, përgatitjen dhe kapacitetin maksimal për ta mirë qeverisur Tiranën. Qartë. Dhe një e fundit, me që më kujtua tani, nëse Lëvizja Bashk fiton, po themi, kryetarin e bashkisë, pra nëse fiton ti në rastin konkret, por nuk ndodhe njëta gjë në Këshillin Bashkiak, a mund të kthehet? Kjo është një gjë teknike, por që ka një rëndësi të madhe. Dhe ne po e shohim edhe në rastin konkret, në rastin e zotit Veliaj këtë gjë. Pra, nuk e ka Këshillin Bashkiak Lëvizja Bashk. A mund të kthehet ky në një ngërç edhe në një problem nesër? Zgjedhjet e 9 nëntorit janë vetëm për kryetar bashkie, kështu që në të gjitha rastet nuk ndryshojnë ekuilibrat midis partive në Këshillin Bashkiak. Mirë po, përgjigjja ime ka disa faza ose element. E para, që do të thotë mazhorancën do ta ketë Partia Socialiste, kaq e thjesht është. Pikërisht. Ka përsëri kompetenca të rëndësishme që janë në dorën e kryetarit të bashkisë. Dhe këto do të përdoren me eficiencën maksimale. E dyta, do jetë shumë e vështirë për përfaqësuesit e partive të tjera në Këshillin Bashkiak që t'i refuzojnë iniciativat e kryetarit të bashkisë, që do të ketë një legjitimitet shumë të lartë nga qytetarët dhe do të propozojë gjëra të dhura për qytetin. E treta, që ka të bëjë me transformimin politik të Shqipërisë në qoftë se qytetarët e Tiranës më votojnë mua për kryetar bashkie. Në datën 10 nëntor, Edi Rama nuk do shkojnë si zakonisht në zyrë. Më kupton? Pra përfiton një moment sikur qytetarët e Tiranës më zgjedhin mua kryetarin e një partie të re, antisistem, në kryet Bashkisë Tiranës. Sistemi vjetër politik ka për të hyrë në krizën më të thellë të 30 ca viteve dhe qeveria do t'jetë në ditën e vet më dobët. Do kërkohet anë mban nga anë mban Shqipërisë, dorëheqja e qeverisë, më kupton? Pra, Edi Rama nuk do të rrijë shumë gjatë në pushtet në rast se, po e them dirë, në rast se qytetarët e Tiranës do të votojnë mua për kryetar bashkie. Që të thotë, edhe propozimet tona dhe idetë tona për të realizuar, sigurisht ka nevojë për të pasi kryetar bashkie të denj, ka nevojë për transformimin e Këshillit Bashkiak, por ka nevojë njëkohësisht edhe për transformimin në qeveri qendrore. Dhe që unë besoj është shumë e mundshme dhe shumë e shpejt në rast se, po e them edhe një herë, qytetarët e Tiranës do të votojnë për mua dhe Lëvizjen Bashk në këto zgjedhje. Qartë mirë, në një çështje tjetër që ngelemi brenda, po them, fushatës zgjedhore për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, më bëri përshtypje një fjali që the, partitë e tjera nuk i kanë marrë seriozisht qytetarët e Tiranës. Në ç'kuptim? Po sepse si Partia Socialiste, si Partia Demokratike nuk kanë vënë për kandidat njerëz të cilët kanë peshë politike, domethënë kanë, po themi, kanë përfaqësojnë brenda partive të tyre rryma, ide, potenciale, asgjë. Në një anë ne kemi vartësen e përjetshme të Edi Ramës. Vartëse. Ai mund të ketë qenë zonja Manasiliu, disa herë ministre, por nuk ka qenë realisht ministre. Siç nuk ka për të qenë realisht kryetare bashkie.
ka përqenë si një administratore pallati, po kupton? E cila thjesht do firmos gjithçka që do t'i thotë Edi Rama. E njëjta gjë edhe me kandidatin e mbështetur nga Sali Berisha. Në rast se do të fitojë ai, do të bëjë gjithçka që do të diktojë Sali Berisha, nuk ka pikën e diskutimit. E vetmi kandidat që ka karakterin, forcën, guximin që t'i kundërvihet ndërhyrjeve destruktive të pushtetit qendror, ndërhyrjeve destruktive të oligarkëve, të krimit organizuar në këto zgjedhje, jam unë kandidati i Lëvizjes Bardhe, kjo nuk ka diskutim. Pra, një farë kuptimi, i vetmi kandidat vërtet i pavarur nga forcat obskurantiste të shoqërisë shqiptare, oligarkia ekonomike, krimi organizuar, establishmenti vjetër politik, jam unë. Të tjerët janë, po e them edhe një herë, temëruar dhe vartës të Edi Ramës dhe Sali Berishës, ndaj mua më duhet ta përsëris se realisht qytetarët e Tiranës në 9 nëntor kanë për të pasur 3 alternativa. Edi Ramën, Sali Berishën ose mua. Këto janë alternativat reale në fletën e votimit. Dhe është në të drejtën e qytetarëve të Tiranës që të bëjnë zgjedhjen më të mirë për veten e tyre dhe për vetin. Shiko, të ngelemi dhe pak se dua realisht ta kuptoj. Beteja juaj elektorale, përmes ligjërimit patjetër, denoncimeve patjetër, është kundrejt zonjës Panasirliu apo kundrejt zotit Florian Binaj. Mbase nuk do doja që të hiqja shenjën e barazimit, sepse zonja Panasirliu vjen nga administrata, ka qenë ministre dhe ka, po themi, gjithë kapitalin e saj dhe rekordet e saj të mira apo të këqija, hajde t'i diskutojmë, ndërkohë që zoti Binaj është një personazh publik, po që nuk ka pas lidhje me politikën. Pra, pse duhet ta vini shenjën e barazimit në këtë mes? Jo, unë nuk vë shenjën e barazimit midis tyre si njerëz, nuk ta me jetë e përditshme. Sepse zonja Panasirliu është ministre dështuar në 2 sektor, ndërkohë që zoti Binaj deri më sot nuk ka pasur një post publik me sa di unë. Jo, kjo nuk është fare e rëndësishme, këtë do të them, kjo nuk është fare e rëndësishme. E rëndësishme është cilat janë interesat politike dhe oligarkike që qëndrojnë pas tyre. Më kupton? Prandaj në këtë fushat nuk do merren pothuajse fare. Hiq rastet kur zonja dhe zotria do të pranojnë të vinë debat me mua, patjetër aty do merrem me ta, me pozicionet e tyre, me idetë e tyre. Po në këtë fushat do të merrem në ligjërim me 2 kandidatë e vërtet përballë meje që janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Më kupton? Kështu që nuk ka shumë rëndësi mendimi im personal për jetën e në fakt edhe nuk është e njoh shumë, se kam në njohuri për njërin apo për tjetrin. Mirë, po e them edhe një herë, këtu duhet ta kuptojmë të vërtetën dhe ta themi të plot. Të mos i bishnojmë edhe të marrim seriozisht artificat apo këto akrobatësit që përdorim Sali Berisha me Edi Rama. Të 2 kandidatët, do ta themi plot gojë, janë mbështetur dhe janë në diktatin e Edi Ramës dhe të Sali Berishës. Dhe nuk mundet të heqin nga shpina e tyre përgjegjësinë apo barrën për gjëmat që Edi Rama dhe Sali Berisha u kanë sjellë qytetarëve të Republikës Shqipërisë në tërësi dhe sigurisht qytetarëve të Tiranës në veçantë. Qartë, unë dua të flasim tani për një nga gjërat që Lëvizja Bashke ka denoncuar më së shumti, që lidhet me ujin, me burimet e ujit, por edhe me problematikën e ujit në qytete patjetër, meqense tipo garon për kreun e Bashkisë së Tiranës. Me sa unë ju kam ndjekur, po keni folur shumë për çështjen e burimeve ujore, por nuk kam dëgjuar, ose ndoshta them është gabimi im që se kam dëgjuar, ose ndoshta ju s'keni folur për çështjen e ujit në Tiranë. Pra një nga premtimet e zotit Rama tani ishte të qeverisë mandatin e 4 ishte uji 24 orë, po themi. Nuk e di nëse mund të flasim pak për çështjen e ujit në kryeqytet, si nga problemet, ka shumë probleme, po kjo është një nga ato. Mund të flasim dhe ne do e kemi një nga përparësitë e fushatës tonë. Zoti Rama ka, sa i bie, 12 vjeta dhe shumë që premton ujë 24 orë dhe vetëm në ëndrat e tij ekziston ujë 24 orë. Ka pasur 12 vjet kohë për të nisur punën, po flas për qytetin e Tiranës, për Bashkinë e Tiranës. Dhe as ka nisur puna. Imagjino, një njeri që të gënjen 12 vjet, do i besosh vitin e 13, ka
12 vjetë rresht, nga një herë në vit paktën, mos të e bë shpesh, të thotë një të ngënjeshtë. Kështu qytetarët e Tiranës e kuptojnë kollaj që Edi Rama s'ka ndërmend të bëjë gjë. Tani, zgjidhja e problemit ujit të Tiranës kërkon dy gjëra. E para kërkon një plan të ri urbanistik. Pse themi plan të ri urbanistik? Sepse nuk mund të ndërtohet ujësjellësi i ri, kanalizimet e reja, sistemi i shpërndarjes, i pompimit e kështu me radhë, në rast se ti nuk di edhe sa do ndërtohet në qytet, me çfarë intensiteti, sa vet do banojnë. Dhe sa ko Tirana nuk e ka një plan të qëndrueshëm urbanistik, sa ko në Tiranë, kur do që një teket një organizate kriminale apo një oligarku për të marrë leje për kull merret, nuk ka për të pasur zgjidhje të çështjes së ujit. Prandaj, për të zgjidhur çdo problem të Tiranës, duke nisur nga uji, ne kemi nevojë për një plan të ri urbanistik që të vendosë ekuilibra në qytet. Të vendosë ekuilibra dhe duke parashikuar dhe intensitetin e ndërtimit dhe intensitetin e banimit, ti të nisësh punën për ndërtimin e ujësjellësit edhe të kanalizimeve të reja. Ka shumë vite, unë përmend zakonisht një plan të ujësjellës kanalizimeve të Tiranës të vitit 2017. 2017 Erion Veliaj, kryet Bashkisë Tiranës, e ka rritur çmimin e ujit me 40%. Dhe tha, po e rrisim me 40% ujin që të investojmë për ujësjellësin e ri. Dakor? Dhe në planin e UKT-s, ujësjellës kanalizimeve të Tiranës, të vitit 2017 thuaj, në vitin 2021 thuaj, në Tiranë do të ketë ujë 24 orë. Pra ne, si pas planeve të këtyre që janë pushtet, prej 4 vitesh do duhet ishin duke gëzuar ujin 24 orë dhe të pishëm, jo se kemi tani, në rubinetet tonë. Asgjë nuk është bërë. U diskutua para një 4 vjetësh për një kredit 80 milion euro që do merren nga Banka Evropiane e Investimeve. Hiq edhe aty mbetëm në vend. Pra, gjithçka ka mbetur në vend. Ne kemi qartësinë, idet, planin e dur se si mund të ndodhë që në Tiranë të ketë ujë 24 orë dhe njëkohësisht, nuk do të harruar, çështja e ujit të pishëm është e lidhur dhe me çështjen e trajtimit të ujrave të zeza. Degradimi i kanalizimeve në Tiranë bën që kur çan dikush rrugën, ujrat e zeza përzihen me ujrat e bardha, na thon ekspertët këtë gjë. Dakor, kështu që në ana tjetër kemi nevojë për ndërtimin që ka mbetur në mes që nga viti 2014 të këtyre impianteve të përpunimit të ujrave të zeza, të ujrave industriale, që ndosin në tokën tonë, ndosin lumenjë tanë dhe përfundojnë në trupin tonë. Dhe të gjitha këto gjëra ka mbi 10 vjet që flitet dhe nuk bëhet asgjë. Dhe Edi Rama vjen mbas 12 vjetësh, mbas 13 vjetësh dhe thot e nisim nga e para. Qartë. Në fakt, tani që po flisja ndjes, realisht po mendoja që këto janë vërtet probleme që lidhen hallk pas hallke në sistem, sepse rregullimi i ujit pishëm ka nevojë për planin urbanistik. Po plani urbanistik, besoj unë, ka nevojë për ndoshta një sistem më efektiv drejtësie, se si do t'i ndalosh ndërtimet. Ata janë njerëz me pushtet edhe me ndikim, si do të thuash thjesht stop atyre, do dalësh fizikisht përballë, t'i bllokosh. Pra, janë gjëra që shkojnë hallk pas hallke, domethënë derisa të përfundojë i gjithë sistemi i rregulluar. E vërtetë është. Sa gjëra i kanë dorë drejt për drejt kryetari i bashkisë. Dhënien e lejeve të ndërtimit. Tani Këshilli Kombëtar i Territorit, që kryesohet nga Edi Rama, ja ka marrë bashkive lejet për pallate mbi 6 kate. Kështu që kompetencat e drejt për drejt të kryetarit të bashkisë janë të kufizuar. Gjithsesi, edhe kaq, prap diçka mund ndodh. Dhe ne kemi programin tonë që brenda unazës madhe Tiranës nuk ndërtohet më. Nuk ka përndërtuar më. Hiq ndoshta për shtëpitë përdhese, për nevoja banimit familjes që shtojnë një kat. Po përtej kësaj nuk ka më vend për ndërtime brenda unazës madhe Tiranës, sepse Tirana është një nga qytetet me densinë më të madhe popullsisë në zonën vetë qendrore. Dhe këtë e kam dorë kryetari i bashkisë. Dakor, dhe unë kam bindjen, guximin, të gjitha që t'i qëndroj këtij parimi. Po ju keni drejt kur thoni që prit se mund mos e jap kryetari i bashkisë, po ta jep kryeministrit kullën 100 katëshe ose kullën 70 katëshe në krye të KKT-s. Prandaj unë them që vizioni ynë, programi ynë shkon për te Bashkisë Tiranës, sepse problemet e Tiranës nuk lidhen vetëm me pushtetin lokal, po edhe me pushtetin qendror. Nuk lidhen edhe me kryetarin e bashkisë, po edhe me këshillin bashkiak, po edhe me institucionet e drejtësisë pa diskutim.
Prandaj ky është një projekt politik që shkon përtej qytetit dhe shkon përtej të sotmes. Ne po përpiqemi që përmes veprimeve tona, përmes organizimit ton, strategjisë ton, të kemi mundësinë në të ardhmen e parashikueshme që të qeverisim Shqipërinë, sepse edhe një herë nuk mund zgjidhen as problemet e Tiranës nuk mund zgjidhen vetëm nga një kryetar bashkie sado i mirë qoftë ai. Në këtë rregullim institucional që ka shteti shqiptar sot. Por po e them përsëri, në rast se qytetarët e Tiranës më votojnë mua për kryetar bashkie, data 10 nëntor ka për të qenë një nga datat më interesante të historisë politike themi bashkëkohore të Shqipërisë. Po hyrë tani gjithë historisë të Shqipërisë, duhet jemi këmbto, po të paktën historisë politike bashkëkohore të këtyre 30 viteve të fundit siguroj që ka për të qenë një nga ditët më interesante. Dhe çështja e fundit që duhet të flasim bashkë nuk lidhet drejt për së drejti, po themi me bashkinë, por është një çështje që ju si Lëvizje Bashk e keni artikuluar në mënyrë konsekuente dhe i keni mëshuar fort, është çështja e pensioneve dhe e pensionistëve, sepse në datën 1 tetor hyri në fuqi indeksimi 2.5% po themi i pensioneve, ti vetë ke je deklaruar për këtë gjë me qesëndi, po e them kështu, dhe e ke quajtur, po themi, 2 shishe qumësht më shumë, po themi në muaj për pensionistët, dhe talli me 700.000 pensionistë. Nëse mund të flasim edhe pak për këtë çështje. Po, me kënaqësi, 2 shishe qumësht më shumë nga bie, po një lloj shishe qumëshi nga një vit më parë, sepse indeksimi nuk kupton rritje si të pensionit, aq se janë rritur sa që rritet mesatarja e çmimeve. Dakor? Që 2.5% vlen nga sot për nesër, jo krahasuar me një vit më parë. Ne me çështjen e pensioneve jemi marrë dhe vazhdojmë të merremi. Sigurisht, zgjedhjet në Tiranë na kanë vendosur pak na kanë vendosur para 2 përparësive, po themi edhe çështjes pensioneve dhe kandidimit në Tiranë, ne do përpiqemi të gëshetojmë këto në këtë muaj. Pra, gjatë fushatës për Tiranën do flas shumë dhe për pensionet dhe për pensionistët, bashkia ka mjaft gjëra në dorë. Sigurisht, bashkia nuk ka në dorë rritjen e pensionit, po ka në dorë shërbimet ndaj pensionistëve, që do e kemi në fokus fushatës tonë pensionistët. Nga ana tjetër, ky indeksim është jo vetëm problematik, por është qesharak. E para njerë sepse është i pa ndershëm, edhe vetë si indeksim. Zdo thënë i pa ndershëm. Nuk merret mesatarja e çmimeve të sportos o ushqimeve, po merret mesatarja e gjithë çmimeve. Pensionistët, duke qenë shumë të varfër, të gjitha ata do të vetë i shpenzojnë për të mirat bazike. Nuk është se shkojnë të hanë në restorant me pensionin e tyre. Të iku pensionin në një ditë, gjithë pensioni muaj. E dyta, pensionistë shqiptarë nuk ka nevojë për indeksim pensioni, sepse indeksim pensioni do të thotë të mbetesh aq i varfër sa ishe vjet. Dhe pensionistë shqiptarë janë ekstremisht të varfër. Kemi pensionet më të ulta në Evropë. Nga 95 deri në 185.000 lek me këto indeksimet e fundit. Ka që janë pensionet në Shqipëri, pensioni minimal, pensioni mesatar. Që të thot, pensionisti vjet e kishte pensionin për të vdekur për bukë, si vjet përmes indeksimit, qeveria i mundson që të vdes një lloj për bukë, pa ndryshuar asgjë. Shqipëria ka nevojë për rritje pensionesh, ka nevojë për vendosjen e standardit minimumit jetik. Përndryshe, unë nuk e di se si mundet që ata që janë pushtet vazhdojnë qeverisin duke lënë një kategori kaq gjerë shoqërore, mbi 700.000 vet në këtë nivel. Duhet kujtohet edhe diçka tjetër. Kryeministri Rama në gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet e përgjithshme premtoi se në fund të këtij mandati qeverisës pensioni mesatar do të shkonte 400 euro. Që pensioni mesatar shkoj 400 euro në krye të 4 viteve, do duhet që të rritet mesatarisht çdo vit me 55 euro. Dakor? Ndërkohë që Edi Rama i ka rritur pensionet me 3 deri në 4 euro. Pra, nga 55 euro që duhet i rris për të mbajtur premtimin. Pra, po e zëm që do e mbaj premtimin në fund 4 viteve dhe do arrit pensionin në mënyrë uniforme. Pra, nga 55 euro në muaj, rritje pensioni i ka rritur 3 deri në 4 euro. Dhe sigurisht kur të vi viti i ri, mbase do thotë do keni edhe një bonus 50 eurosh, e ku ishim as gjikundi. Pra është gënjeshtër ndaj qytetarëve
tallje me qytetarët pensionistë, edhe një lloj shpërfillje e plot me idenë e gënjeshtët, mendoj unë, që ka kryeministri i vendit, se pensionisti ka në xhep. Unë nuk besoj se ai ka pensionistët në xhep dhe është një rast shumë i mirë këto zgjedhje të Tiranë që pensionistët i japin një mesazh shumë të fortë qeverisë duke votuar për Lëvizjen Bashkë.